ti ke bon 20 ministri, po 4-5 ministri për tyne e kanë bugjetin 0 euro. Pora çka është e rëndësishme me theksu është se me të vërtet veni jonë, Parlamenti i Kosovës, po edhe na që jemi si përfaqësues dhe akter politik, konsideroj që duhet me promovu një frymë bashkëpunuese dhe me pas gatishmërinë e bashkëpunimit, koordinimit, çdo herë në interes të vendit, në interes të institucioneve, se angazhimi jonë dhe misioni jonë pse jemi politik është që me bë më të mirën në interes të vendit dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Andaj është ajo që më pakta duhet me promovu, fryma bashkëpunuese, respektuese, mirëkuptuese. E kem dëshmu edhe si parti politike edhe në të kalumen, mirë po edhe në legislaturën e fundit, që kur është në pyetje interesi vendit, e kem shpreh gatishmërinë për me dhënë mbështetjen, edhe për rezolutën për të akuzuarit në Hagë, për çka po du mi falendëru të gjithë deputetët që kanë dhënë mbështetjen në mënyrë unanime, mirë po edhe te marrëveshjet e tjera ndërkombëtare që ka qenë në interes të institucioneve, në interes të vendit, Partia Demokratike e Kosovës i ka mbështetur në mënyrë unanime, po ashtu e kem ditë sfidën që e kem pas me buxhetin dhe mungesën e kompetencës profesionale dhe angazhimit të qeverisë në kohë që me pru buxhetin, e kem votuar, kem mbështet zgjatimet buxhetore për muajin mars. Çka i bën kjo? Kjo është për me mos me cenu likuiditetin e vendit, por me pas mundësi shteti ligjërisht me pagu pagat secilët sektori edhe secilës administratë publike, mu pagu shpenzimet rrjedhse edhe mos mu ndërprej për shkak që do të ishte një krizë e madhe, andaj si Parti Demokratike nuk e kem lënë me ndodh kjo fatkeqësi institucionale dhe e kem lënë mbështetjen tonë. Po ashtu edhe te çështja e buxhetit, pavarësisht që ka qenë tërësisht e paprigaditur në mënyrë profesionale, kem ngrit zonën, i kem tematizuar dhe i kem dhënë vërejtjet, i kem dhënë sugjerimet e tona profesionale se ku duhet me pas ndërhyrje profesionale në mënyrë që me ju përgjigj ministrive, për shkak që ka ministri sot që buxheti aktual që është në fuqi është janë me 0 euro. Pro kjo është mungesë e kompetencës profesionale, ti ke bon 20 ministri, po 4-5 ministri për tyne e kanë buxhetin 0 euro.